Akoma nuk kemi një qëndrim nga Partia Demokratike e Kosovës, por para seancës a ka diçka? Po, është vërtet që s'keni një qëndrim nga Partia Demokratike e Kosovës, për shkak se sot ne kemi mbledhjen e kryesisë dhe aty do të dhamë një qëndrim zyrtar të partisë. Ndërsa qëndrimi im personal si deputet dhe si ganimet është Lidhja Demokratike gjithmonë duke u frigu me marrë vendime, ka lënë Kosovën bukur shumë rrapa. As nuk shtyhet, as nuk ngrehet thot populli. Dhe thjesht ata as nuk po guxojnë mu bo me Albin Kurtin, as nuk po guxojnë mu bo me neve. Duhet me konë një lider që tregon pjekuri dhe të pozicionohet një herë mirë qartë. Nuk ban PDK-ja, nuk ban vetëvendosja, jo tash hajde se po bojnë atë tana bashkë. Domethënë kjo është thjesht me bo hajgare me votën e qytetarëve të Republikës Kosovës dhe thjesht me thëllu edhe me tej krizën politike në vend. Prandaj unë mendoj që kjo adoleshenca politike duhet marrë fund dhe kryetarët e partive, të cilët më nuk e meritojnë as me i quajt lider, duhet përfundimisht të tregohen të përgjithshëm ndaj Republikës Kosovës, të ndaj qytetarëve të saj. Për çfarë koalicioni jeni ju personalisht? Ta thash edhe një herë, qëndrimet e Partisë Demokratike do t'i jepim mas mbledhjes së partisë që kemi sot, e për personalisht besoj që do t'ju flasim të tjetër për koalicionin. Qëndrimet e mia dihen. Faleminderit.